se kanë dalë më shpejt jashtë. A ushqehet Shqipëria shëndetshëm? Si s'ushqehet? Fshati, jo vetëm bloku, jo vetëm nëntkaqet. A ushqehet shëndetshëm, Alma? A kanë filluar njerëzit? Dëgjoj, ne kemi ngrënë gjithmonë mirë. Problemi është se neve nuk kemi një rregullator në lidhje me kontrollin e ushqimit. Do me thënë, neve mallra që na hyjnë dhe na dalin, ne nuk i kemi të kontrolluar për fat keq, sepse nuk funksionon sistemi kontrollit. Natyrisht filtra ka dhe bota që i kalojnë nga këto kontrolle, ka pas probleme edhe firmat mëdhaja të qumshit e djathit që s'po i përmend, edhe në botë, edhe në Francë. Ne këte kemi masive, do thoja unë. Unë personalisht di vende ku hahet mirë, edhe përpiqem një nga vende që hahet mirë është Rozafa, jo se jeti Luc, po realisht është fati madh që ne kemi Rozafën, sepse ta shtonin me këtë çmim është edhe Karkalecin e Detit, janë edhe Açuken e gjitha. Pra janë shumë pak vende kanë ngelur për momentin në Shqipëri që mund të hahet mirë. Pjesa tjetër është totalisht e pakontrolluar. E dëprojnë shqiptarë me sasinë? Jo vetëm me sasinë, shqiptarët e kanë problemin me guzhinat. Guzhinat. Është shumë orientale? Jo, guzhina nuk ka asnjë lloj kushti. Kushtet higjienike. Po, është një tmerr. Unë i kam fabri, 1/3 lokalit, më falë mos ta presin e fjalën, gati 40% e lokaleve të mia e zë kuzhinë. Pa. Të ambientit. Mungojnë enët që gatuhen janë totalisht oksiduese, që janë nga më të lirat, nga me probleme që ka shkak. Domethënë vajrat që përdoren, qofse tek Rozafa vaj ndrohet çdo herë, vaj i patateve, po them këto që skuqen, absolutisht nuk bëhet fjalë që ndrohet. Pra janë ca, sepse nuk ka kontrolle. Këtu nuk ekziston fare kontrolli. Ti hap një restorant, bën çfarë duash ti, edhe pastaj bën farmaci, pastaj bën kafene. Ky është një problem, domethënë nuk ka rregulla në mënyrën e shërbimit edhe të gatimit dhe të produktit. Kontrolli i produktit është kryesor. Ta kthejmë çik